Fryti i së vërtetës. Fjalët e Elohimit në zemrën e dikujt. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. 21. Fryti i së vërtetës. Zemra, hiqni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjini tokë të mirë, mbyllni farat e së vërtetës dhe jepni fryt duke kultivuar të vërtetën. Rikthimi i tokës. Gjeni të pavërtetën që Bibla thotë të hidhni ose të mos bëni, hiqeni nga zemra dhe bëjeni tokë pjellore. Mbjellja e farave të së vërtetës. Gjeni të vërtetën që Bibla thotë të ruani dhe mbyllni farën e së vërtetës në arën e zemrës të bërë me tokë pjellore, kultivoni atë dhe jepni frytin e së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Projekti. 1. Projekti, hidheni. 2. Projekti, mos e bëj. 3. Projekti, mbaje. 4. Projekti, bëje. IV, projekti, bëje. Nxirreni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjeni tokë të mirë. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. Luka 22:32. Por unë jam lutur për ty, që besimi yt të mos mpaket, dhe ti, kur të jesh kthyer, forco vëllezërit e tu. Luka 22:40. Kur arriti në vend, u tha atyre, lutuni që të mos hyni në tundim. Luka 22:46. Dhe u tha atyre, pse po flini? Shohuni dhe lutuni që të mos hyni në tundim. Luka 24:49. Dhe ja, unë po dërgoj mbi ju premtimin e Atit tim, por ju qëndroni në qytetin e Jeruzalemit derisa të visheni me pushtet nga lart. Gjoni 4:24. Perëndia është frymë, dhe ata që e adhurojnë duhet të adhurojnë në frymë dhe në të vërtetën. Gjoni 6:27. Mos punoni për ushqimin që prishet, por për ushqimin që mbetet për jetë të përjetshme, të cilin do të ju japë Biri i njeriut, sepse mbi të ati, do me thënë Perëndia, vuri vullën e tij. Gjoni 7:24. Mos gjykoni sipas pamjesë së jashtme, por gjykoni sipas drejtësisë. Gjoni 7:37. Ditën e fundit, në ditën e madhe të festës, Jezusi u qua në këmbë dhe thiri duke thënë, nëse dikush ka etje, le të vijë tek unë të pi. Gjoni 10:38. Por nëse i bëj, edhe po të mos më besoni mua, u besoni të paktën veprave, që të njihni e të besoni se Ati është në mua dhe unë në atë. Gjoni 12:36. Gjersa keni dritë, besoni në dritë, që të bëheni bi të dritës. Këto gjëra tha Jezusi, pastaj u largua dhe u fsheh prej tyre.